Përshëndetje, paqja qoftë me ju. Selam aleikum. Uroj të jeni mirë. Sot doja të flisja në lidhje me një temë që më ka bërë përshtypje. Këtu në Arabi Saudite para disa ditësh qarkulloi një lajm që dy vëllezër hodhën në gjyq njëri tjetrin dhe arsyeja ishte nëna e tyre. Sigurisht në pamje të parë do mendoni që nuk donin të mbanin nënën. Ashtu si që ndodhë rëndonë të fatkeqësisht me disa në Shqipëri kur shenë për emisione të ndryshme, apo qoftë edhe njerëz nga jeta reale që zihen se kush e kush ta heq nënën, e shohin nënën si barë, apo në përgjithësi prindin si barë, por kryesisht po flasin për nënën dhe zihen dhe hidhen në gjyq. Shpesh njerëzit e ato emisionet e klani hedhin në gjyq që nuk duan ta mbajnë prindrin dhe zihen me vëllezërit për këtë gjë. Ndërkohë që lajmi në Arabi Saudite ishte në lidhje me vëllezërit, ato po ziheshin dhe grindeshin sepse të dy donin që ta mbanin nënën dhe të kujdeseshin për nënën. Sipas Islamit, Allahu e ka vënë parajsën në këmbët e nënës, kështu që parajsa ndodhet në këmbët e nënës. Kur është pyetur profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, se kush vjen para, nëna apo babai, ai ka thënë nëna dhe më pas babai. Kështu që gruaja në Islam ka një rang tjetër në çdo periudhë, kur është vajzë, kur martohet dhe kur bëhet nën. Ajo që vëre unë përgjithësi ndryshimi midis kulturave, nuk po flas vetëm nga feja islame, por edhe kulturat, përfshi ajo arabe dhe shqiptare. Respekti ndaj prindit është shumë i veçantë këtu në Arabi. Mua më ka bërë përshtypje sepse një person që është më i madh në moshë, nëse do thot diçka, më i vogëli do ta dëgjoj. Qoftë ai mund të jetë burr, por tjetri është më i moshuar, apo qoftë prindrit. Nëse prindrit thot diçka, për fëmijën është ligj dhe ata respektojnë. Edhe në rast se ndodh që nuk janë dakord me mendimin që thot prindi, ato e respektojnë dhe ja kthejnë përgjigjen në atë formë që nuk mund të quhet kundërshtim i madh apo zënk apo të kalojnë në grindje. Më i vogli në kulturën arabe gjithmonë respekton më të madhin. Përveç se prindi respektohet shumë, por edhe nëse shef fëmijë në kënd e lojrash dhe e thjesht i thua një fjalë, për shembull janë duke u zënë etj, ato ulin kokën me turprim dhe të dëgjojnë dhe të kërkojnë të falur. Do të thënë respekti shumë i madh për të madhin. Qoftë edhe pastaj është pjesa në familje kur për shembull vllai ose motra më e vogël respektojnë më të madhin. Por sigurisht për shembull në traditat arabe, fëmia tek ne është fëmia i vogël që kujdeset për prindrit, ndërsa në traditat arabe është fëmia i madh që kujdeset për prindrit dhe çdo gjë që thuhet, dhe shpeshherë kjo nëpër këto zona është keq kuptuar sepse ka shumë prindër që edhe abuzojnë, edhe ndikojnë për keq, edhe ndërhyjnë tek fëmijët, por ajo respekti i madh që fëmia ka duke ditur se është rritur me atë formën e respektit, asnjëherë nuk kundërshtohet prindi. Sigurisht mund të kundërshtohet në rast se del kundër Islamit apo thot gjëra që nuk duhen, por edhe nëse ndodh që të ketë keq kuptime, të ketë edhe ndërhyrje, por ka njerëz të mirë të këqij kudo, kështu që disa harrojnë që t'ja kenë frikën e Allahut dhe disa të tjerë, domethënë ja kanë frikën e Allahut për mos abuzuar dhe me fëmijët. Në kuptimin abuzimin e përfitimit apo ndërhyrjes. Sigurisht në kulturën arabe thash respekti është maksimal për prindin nga fëmia, por edhe për dikë tjetër që është më i madh, për shembull. Nëse unë kam dikë tjetër më të madh se vete, normalisht do më duhet ta respektoj dhe jo të kuptimin sigurisht secili ka mendimet e tij, nëse diçka i duket jo mirë, jo mendim i mirë, ka të drejtë ta kundërshtoj, por me atë pjesën për të mos arritur në zënka apo në mos respektim apo në fjalë që s'duhen të thënë, dhe sigurisht në momentin që dikush rrallë mund të shohësh që ke zënka, zakonisht nuk janë njerëz përgjithësi të qetë, por në rast se ekziston ajo pjesa e respektit, paktën që kam vënë re në ndryshim nga vendi ynë,
vendi ynë sigur ka filluar të humbas ato gjëra. Unë nuk do doja që të rrisi asnjëherë më fëmijët në vendin tim, është fatkeqësi për t'u thënë, por është e vërtet, sepse herën e fundit kur isha ndeta goxha gjatë dhe vura re që mendova që ndoshta të zhvendosem dhe ndoshta pse jo të qëndroj në vendin tim, kuptimin që të shoh se si janë gjërat, ku ka më mirë se sa të qëndrosh në vendin tënd. Por në momentin që sheh që gjërat ishin tjetërsuar, në kuptimin njerëzit kishin ndryshuar ose më saktë kishin dalë në atë fytyrën e tyre të vërtet, shihe se sa e vështirë ishte jetesa, qoftë ekonomike, financiare, materiale, shihe se si njerëzit luftonin çdo ditë duke bërë dhe gjëra që s'duheshin bërë, kuptimin jo të drejta, jo të mira, se si t'ja hidhin njëri tjetrit, apo shihe fëmijë që të vegjël në moshë me një fjalor të ndyrë, shihe të rinj që rrinin rrugës natën në përlagje deri në 12 natës pa prindër fare, pas kush nuk pyeste, me një fjalor të ndyrë. Eci rrugës kishte vetëm fjalor të ndyrë. Domethënë, pyetja ime ishte se pse shqiptarët në përgjithësi, se s'po i them të gjithë, ka patjetër që ka shumë të mirë, por dominanca kur dilje në rrugë ishte tepër e keqe. Dominanca ishte një pjesë që të neveritej kur dilje në rrugë, sepse unë kam shprehur edhe më përpara në video të tjera, secili fliste jo me emrin e vet, po fliste me emër pjesësh private, domethënë emër gjenitalesh, që nga më i vogël deri tek më i madhi, në momentin që fëmia fillon e flet fjalë të ndyra, deri tek më të, dhe pastaj lind pyetja se pse vdesin të rinj, pse vrasin njëri tjetrin, pse jemi kaq popull gjak nxehtë, në kuptimin që nuk kemi as tolerancë, as respekt për asnjë gjë. Edhe kur duam të dalim në kundërshtim me diçka që neve s'na pëlqejmë, do kemi atë luftën me njëri tjetrin për të mos pranuar absolutisht asnjë mendim të askujt, na dalë ajo jona me patjetër, edhe nëse jemi gabim, domethënë nuk duam t'ja dim, dhe sigurisht kjo gjë hap porta për zënka e për gjëra shumë të tjera. Kështu që kjo është ndër arsye se pse unë nuk do të rrisja fëmijët. Sigurisht çdo vend ka të mirat edhe të këqijat e veta. Nuk po bëj asnjë vend perfekt, por të paktën nga ana intelektuale apo nga ana e respektit apo nga ana e asaj cakut, limitit të njeriut, asaj ndrojtjes, në kuptimin ndrojtja, jo ndrojtje për të mos vepruar, po asaj skuqjes fytyrës, që mos kemi atë të flasim kujdo pa cak, pa limit, kështu si të duam neve, në kuptimin që shpesh herë këto gjëra nuk janë të mira, dhe një arsye tjetër që nuk do të rrisja fëmijët në Shqipëri është sistemi edukativ që është, për mendimin tim, zero. Nuk ka, shumë shkolla private që janë hapur aty më shumë janë bërë si trend. Shumë shkolla private më shumë bëjnë foto edhe gjëra thjesht për opinion publik, por në momentin që ti je nxënës në këtë shkolla, e di shumë mirë që asgjë e atillë që reklamohet, domethënë përveç se pjesës së moralit që tashmë është zhdukur në Shqipëri, nuk sheh ndonjë moral të përshtatshëm, më shumë njerëzit janë bërë të frustruar seksualisht, mendojnë vetëm për mungesat e tyre, sepse unë mendoj se këto i kanë mungesat e tepërta shpërthejnë një ditë dhe njeriu fillon edhe shkon në drejtime të çekuilibruara. Kështu që përveç së moralit, sigurisht dhe pjesa e drejtësisë, kuptimi që nuk ka, çdo gjë është o me mik, o me mikesh, o do japësh diçka, o do marrësh diçka. Nuk ka, unë kam punuar për shumë vite atje, mëse shumë vite, por gjatë kohës që isha studente nisa punën dhe punova deri edhe më pas. Dhe
është shumë duke filluar çdo vit e më tepër ndryshon, përveç se morali i shqiptarëve ndryshon, edhe etika ndryshon çdo gjë, në kuptimin që prandaj dhe shoh shumë njerëz që thonë që sa paguash kur flet në lidhje me fen, kur flet që bëj video motivuese në mënyrë paqësore. Shqiptarët janë mësuar që çdo gjë blihet edhe shitet dhe fatkeqësisht kjo gjë po i shkatërron. Dhe në momentin që shumëve, profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, në një nga ato hadithe ka thënë, ka qenë dikush që lëvizte, udhtonte, përpiqej, domethënë ishte besimtar në kuptimin që bënte këto ritualet e duhura dhe ngrinte duart lart nga qielli dhe kërkonte që Zot të lutem më ndihmo, ndërkohë që normalisht që nëse ti tani bën pisliqe dhe gjëra jo të mira, nuk ka se si të ndihmoj Zoti nëse ti nuk kthehesh dhe pendohesh sinqerisht. Kështu që ka shumë gjëra që nuk funksionojnë siç duhet dhe për këtë arsye njerëzit largohen. Dhe për këtë arsye unë eksperimentova vetë, sepse do thoni ju që ti je atje dhe po flet tani për këtë gjë, por unë vendosa që eksperimentova që të vi, të kthehem, mendova se do bëj diçka, të gjej diçka, të vendos fëmijët e mi atje dhe pash që ishte bërë më keq se më përpara dhe ndoshta kjo mund të jetë eksperjenca ime, mund të ketë eksperjenca të tjera, por që në momentin që vendos këmbën në aeroport, aty ka një energji të akumuluar, një energji të keqe, sepse kur njerëzit, edhe vetë njeriu, nëse bën vetëm të këqija, krijon energji negative, nuk krijohet as begati, as mbarësi. Do thoni ju që ka shumë njerëz që kanë shumë të mira, qoftë materiale, shumë mirë mund që i kanë fituar në rrugë jo të mira. Ato mund t'i kenë të gjitha këto të mira, por nuk kanë atë qetësinë shpirtërore. Nuk po themi për mendore, sepse shumica prej nesh nuk ndodh që të mos kemi një ditë qetësi mendore apo të luftojmë dhe të mos na ecin gjërat, por kur ke qetësinë shpirtërore është shumë herë më ndryshe, ndihesh më në paqe. Dhe sigurisht Allahu i ka dhënë këtyre njerëzve vetëm këtë botë dhe jo tjetrën, kështu që nëse shohim që dikujt i ecin gjëra dhe bën gjëra pa u lutur, pa bërë asnjë gjë, ose lutet por bën pisliqe, bën gjëra të këqija, vret njerëz etj, sigurisht sërish Allahu i ka dhënë këtë botë dhe do e gjykojë personin në botën, domethënë për t'i dhënë vendin në botën tjetër. Kështu që çdo kush në këtë botë do marrë atë që meriton, por uroj inshallah Shqipëria ndryshon, por do shumë besoj dekada që ndryshoj. Unë duke analizuar veprat e shkrimtarëve rilindas apo shkrimtarëve të vjetër shqiptar, nëpër poezitë e tyre sheh atë gjën që faktikisht sërish ekziston mes shqiptarëve dhe sërish sheh të njëjtat probleme, sheh të njëjtat gjëra, që sheh simbolet e ndryshme që si janë përshkruar shqiptarët. Patjetër që ka shumë shqiptarë që janë mes tyre të mirë, ashtu si në çdo vend të botës ka të mirë dhe të këqijnë të vet, por unë po flas si pjesë, si qytetar atij vendi që është shumë e vështirë për t'u arritur. Dhe nëse sheh një energji të akumuluar keq, njerëz që nuk buzëqeshin, shkon në dyqan dhe nuk duan të çesin, duke se kur kërkon ti marrë gjërat falas, sheh në dyqan njerëz pa kënaqur, justifikohen unë jam kështu sepse marr pak, ndërkohë që pozitiviteti, ajo pjesa e mbarësisë tek njeriu nis që në momentin se si ti arrin të komunikosh me njeriu tjetër. Nëse ti komunikon në mënyrë paqësore, ti mund të kesh, nuk e di, shumë probleme në shtëpi, për shembull, por në mënyrën se si ti e trajton tjetrin që se njeh dhe i flet me një që kalon cakun, i flet me një konfidencë, thua se e njeh, është tepër e keqe. Domethënë nëse ti ngrihesh në mëngjes dhe të gjithë problemet e tua janë nxjerr dikujt tjetër që ndoshta se një fare, mos prit të ecin mbar, mos prit të ecin mbar asnjë gjë në këtë jetë, sepse do thuash të tjerëve i ecën mbar, por mbase Zoti ty po të teston dhe po përpiqet që ti ta rregullosh këtë gjë, kuptim që të arrish më të mirat pastaj në botën tjetër.
Ka shumë gjëra që nga komunikimi me njerëzit. Dhe do të thonë këto pse nuk na ecëm, pse s'na bëhet mbar, pse jam gjithkohës i nervozuar, pse jam gjithkohës i frustruar. Po normalisht nëse ti fillon edhe për shembull shkon në punë dhe nuk do të punosh, sepse ti njeriu ka zgjedhjen e lirë, nëse nuk është i kënaqur mund të largohet. Thonë ose nga halli duam të punojmë, por rrogën e kemi kaq. Është e kuptueshme. Secili lufton në këtë botë, secili lufton në këtë jetë. Ideja është që njeriu të jetë mirënjohës mbi të gjitha. Nëse nuk je mirënjohës tek Zoti, nuk do kesh as paqe, as lumturi, as nuk do dish, për shembull, se të gjithë stresohemi, të gjithë depresohemi, por nuk do dish si të ngrihesh, si ta kalosh të depresion. Dhe prandaj ata që besojnë në Zot mund të kalojnë 1, 2, 3 ditë të mërzitur, por e din si ta ngrenë veten. Për shembull, shembullin e kemi në Gaza me palestinezët që ishin mes tmerrit dhe horrorit dhe prap kishin atë besimin në Zot. Askush prej tyre nuk pati një lajm që u vrau veten. Edhe pse ndodhesh, por më shumë afroheshin në Zotin, më shumë besonin, më shumë lexonin Kur'an, më shumë ishin më të afërt, domethënë me besimin dhe kjo gjë i mbante gjallë. Kjo gjë është ajo gjë që tjetri në anën tjetër të botës mund të ketë të gjitha, por nëse nuk ka të besimin, do shkojë në depresion më pas dhe do bëj gjëra që nuk janë të mira për të bërë. Në Islam të vrasësh veten shkon edhe në krishtrim, në fakt, të vrasësh veten shkon direkt edhe në ferr. Kështu që nëse dikush mendon, sepse para disa ditësh unë kisha një dikë që më shkruajti në mënyrë anonime në rrjetet sociale dhe më tha konkretisht dua të vras veten dhe kjo ishte e tmerrshme. Sigurisht unë përpoqja me aq sa mundem të ndihmoj në këtë rast dhe të rikujtoj që nëse ndiheni shpesh herë se kur doni të vdisni, se kur doni të hiqni dorë nga kjo botë, keni parasysh që këto janë thjesht përshpërimat e djallit. Ai nuk ka që na bëj tjetër përveç se të përshpërisë dhe në momentet që ju jeni në ato momentet më të rënda ose më të ulta të vetes, në ato momente keni parasysh që djalli ju përshpërin, djalli ju bën që pavarësisht se ju keni zgjedhjen tuaj të lirë, por përshpërimat e tij shpesh herë ju bëjnë të ndiheni edhe më keq. Prandaj duhet gjatë gjithë kohës që të përmendni Allahun dhe të bëni namaz sepse kjo gjë ju mbron. Është shumë e lehtë për mua thjesht të diktoj, por keni parasysh që përpara se sa unë të bësha muslimane, ndihesha e humbur dhe shpesh herë në fillimet e mia, përpara se sa të bësha muslimane, më dilte pikërisht kjo fraza nga Kurani, ai të gjeti të humbur dhe të udhëzoj. Dhe e ndjeja që ishte për mua dhe në momentin që unë ndjeja, kur isha jo muslimane, ndjeja frikë, ndjeja të gjitha këto streset që mund të ndjej njeriu, edhe unë i ndjeja deri në atë formë që shpesh më bënin që ta mendoja, ta rimendoja jetën. Por edhe mendimi i tepërt është pjesë e përshpërimave të djallit. Dhe mbaj mend që në momentin kur isha në ato hapat që po e mendoja të bësha muslimane, pash një ëndër që se kur pash veten time, domethënë se kur isha duke u falur në një dhomë dhe se kur po falesha, isha në një dhomës tek dhoma ime dhe isha përballë një dritarie dhe thjesht bëja namazin. Isha kështu e mbuluar me shami dhe po falesha. Dhe kjo ishte ëndra që më parapriu më pas që të zgjidhja islamin. Dhe besoj, por jam 100% e sigurt që pastaj në momentin që unë bëra muslimane, ky besimi që ndoshta më përpara nuk e kisha, jo ndoshta, por nuk e kisha, domethënë më bënte të përhumbesha. Por në këto momente, në momentin që unë u bëra muslimane, edhe nëse jam në atë afërsinë e stresit apo mërzitisë, është pikërisht besimi që të mban dhe të ngren lart sërish dhe
Kur shoh njerëz që më shkruajnë që më thonë nuk më ecën, nuk më bën, përpiquni që të ndryshoni diçka sa do të vogël jetën tuaj, sepse ndoshta ajo gjë e vogël është që ju pengon për të arritur gjërat që dëshironi. Ndoshta unë e gjeta duke lëvizur vendin, për shembull. Mbase ndryshimi që unë mora hapin, domethënë për t'u larguar nga vendi im, dhe besoj se kjo ishte gjëja më mirë që bëra, sepse duke u larguar nga vendi im, gjeta dhe besimin e vërtet dhe përqafova Islamin. Shpeshherë në një vend, edhe pse isha në një vend e rrethuar nga musliman, rrethuar nga njerëz që besonin në Islam, edhe kur unë atëherë isha një fe tjetër, sërish nuk ishte askush që të më tregonte apo të më jepte shembullin se si duhet të jesh realisht. Dhe sigurisht kjo nuk të them që duhet të ndryshosh apo duhet të kuptimi që duhet bësh një ndryshim 360 gradë, përkundrazi, thjesht të bësh një ndryshim të vogël dhe ndoshta atëherë do ta kuptosh që mbase ideja është mos qëndrosh në një vend. Për shembull, unë kisha me largimin nga vendi, mbase shpeshherë kisha atë ndjesinë që nuk i përkisja vendit, kisha atë ndjesinë që isha rrethuar nga njerëz të gabuar, isha rrethuar nga njerëz që thjesht donin të merrnin diçka nga unë, kërkonin diçka nga unë, ose thjesht vinin e merrnin energji prej meje, nuk e di domethënë. Kështu që në momentin pastaj që u largova, ishte pjesa ime, kjo është pjesa ime personale në kuptimin që nuk varet secili se çfarë ndryshimi duhet bëj, qoftë ndoshta nga mezimin herët në mëngjes apo ku diun, janë disa gjëra që na bllokojnë në këtë jetë dhe janë disa gjëra që na thrasin për t'ju afruar më shumë Zotit. Thjesht përpara se ta mbyll, mbani mend që Allahu me vështirësinë na jep dhe lehtësimin. Domethënë, nuk është se vjen pas vështirësisë lehtësimi, por bashkë me vështirësinë na jep dhe lehtësimin, na jep dhe zgjidhjen. Kështu që jemi në këtë botë për një arsye të veçantë, për një qëllim të veçantë, për të adhuruar Allahun dhe për të bërë gjërat siç duhet në mënyrë që të arrijmë më të mirat pastaj në botën tjetër. Dhe sigurisht Allahu është akoma më afër, edhe më afër frymëmarrjes tuaj dhe asnjëherë mos mendoni se jeni vetëm, sepse nuk jeni vetëm edhe nëse gjithë bota është kundër jush.